atë që diskutuam në takimin në ndërprerje të seancës, pra në pushim ndërmjet grupeve parlamentare, pra ku kërkohet se pika 16 e rendit ditës, përkatësisht projekt ligji për miratimin e buxhetit faktik të shqyrtohet si pikë e fundit e rendit ditës, përkatësisht pas pikës 19 e rendit ditës dhe projekt ligji për barazin gjinore të shqyrtohet menjëherë pas raportimeve në rendin e ditës, përkatësisht në pikën 12 e rendit ditës. Sipas dakordësisë konferencës së kryetarëve midis kryetarëve të grupeve parlamentare, projekt ligji për barazin gjinore do të shqyrtohet së bashku me projekt ligjin për një shtesë në ligjin numër 10129, datë 11/5/2009 për gjendjen civile i ndryshuar. Pra do të jenë paket së bashku diskutimet. Nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike është depozituar në datën 5/11/2025 kërkesa për përfshirjen në rendin e ditës në votimit të projekt vendimit për miratimin e anëtarëve përfaqësues të këtij grupi parlamentar në 2 komisione të posaçme të miratuara nga Kuvendi me vendim numër 74/2025 dhe vendim numër 75/2025. Nga kryetari i grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim është depozituar në datë 5/11/2025 kërkesa për përfshirjen në rendin e ditës dhe të votimit të projekt vendimit për miratimin e anëtarëve përfaqësues të këtij grupi parlamentar në 2 komisione të posaçme të miratuara nga Kuvendi me vendim numër 74 dhe 75/2025. Nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Lirisë është depozituar kërkesa për miratimin e përbërës anëtarëve të këtij grupi parlamentar në 2 komisione të posaçme të ngritura nga Kuvendi. Ju njoftoj bazuar në kërkesën nga deputeti Tedi Mula, miratoj kërkesën e tij për të qenë antar në Komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore. Gjithashtu ju njoftoj bazuar në kërkesën nga deputeti Agron Shejaj, miratoj kërkesën e tij për të qenë antar zëvendësues në Komisionin për Ekonominë, Punësimin dhe Financat, në bazë të nenit 49.3 të rregullores për ndryshimin e rendit ditës seancës plenare datës 6 nëntor 2025. Propozuesi diskuton jo më shumë se 3 minuta dhe kanë të drejtë të diskutojnë një folës pro dhe një folës kundër, jo më shumë se 2 minuta secili. Kush e do fjalën pro? Kush e do fjalën kundër? Hedhim në votim të hapur me kartona propozimin për disa ndryshime dhe shtesa në rendin e ditës. Kush është pro ndryshime në rendin e ditës? Pro, ju lutem. Kush është kundër? S'ka kundër. Abstenim? Nuk ka abstenim. Atëherë kërkesa miratohet. Para se të fillojmë me shqyrtimet e raportimeve dhe projekt ligjeve në rendin e ditës, dua t'ju njoftoj se me shkresën numër 3188 protokollit datë 31/10/2025, pas konstatimit mungesës së kuorumit për miratimin e projekt vendimeve për zgjedhjen e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kam vendosur anulimin e votimit të datës 30/10/2025, përsëritjen e votimit dhe caktimin e këtyre projekt vendimeve si pika të para të rendit të ditës së seancës sotme, datë 6/11/2025. Top 5 projekt vendime janë pa diskutime, ndaj fillojmë me votimin e projekt vendimeve. Kalojmë në procesin e votimit, hapet votimi për prezencën. Mbyllet votimi për prezencën. 119 deputet janë prezent. Një ka votuar kundër, se kuptoj, është gabim. Hapet votimi i hapur me elektronik për projekt vendimin zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, Komisionit Rregullator, Komisionit të Zgjedhjeve, po e lexoj projekt vendimin në mbështetje të nenit 13/15/17 ligjit 10/019 datë 29/12/2008 Kodit Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar bazuar në kandidaturat e përzgjedhura nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar për shqyrtimin dhe përzgjedhjen e kandidaturave të Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi zonja Iliriana Nano zgjidhet kryetare e Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Votimi është i fshehtë, ndjes për lapsusin. Ky votim hyn në fuqi më njëherë, ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash, por jo më pak se 3/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit. Votimi është i fshehtë. Procedura e votimit, një votim me elektronik, hapet votimi. Shtapur votimi, vazhdon votimi.
Ka ndonjë problem teknika? Deri tani kanë votuar 113. Votoni me elektronik në votim të fshehtë me buton. Po. Mbyllet votimi. 116 vota pro, 2 abstenim, 2 kundër. Projekt vendimi miratohet. Projekt vendimi dytë për zgjedhjen e anëtarit të Komisionit Rregullator të Komisionit të Zgjedhjeve, po lexoj projekt vendimin në mbështetje të neneve 13, 15 dhe 17 të ligjit numër 10019, datë 29/12/2008, Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar bazuar në kandidaturat e përzgjedhura nga Komisioni i Posaçëm Parlamentar për shqyrtimin dhe përzgjedhjen e kandidaturave të Komisionit Rregullator të Komisionit të Zgjedhjeve, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi: Zoti Arben Ristani zgjedhet anëtar i Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash, por jo më pak dijes se 3/5 të gjithë anëtarëve të kuvendit. Votimi është i fshehtë, procedura e votimit, një votim me elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 111 vota pro, 2 abstenim, 7 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika e tretë, projekt vendim për zgjedhjen e anëtarit të Komisionit Rregullator të Komisionit të Zgjedhjeve. Zoti Dritan Çaka zgjedhet anëtar i Komisionit Rregullator të Komisionit të Zgjedhjeve. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash prej jo më pak se 3/5 të gjithë anëtarëve të kuvendit. Votimi është i fshehtë, procedura e votimit, një votim me elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 116 vota pro, 2 abstenim, 2 kundër. Projekt vendimi miratohet. Projekt vendimi për zgjedhjen e anëtarit të Komisionit Rregullator të Komisionit të Zgjedhjeve, Zoti Bledar Skënderi zgjedhet anëtar i Komisionit Rregullator të Komisionit të Zgjedhjeve. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për jo më pak se 3/5 të gjithë anëtarëve të kuvendit. Votimi është i fshehtë. Procedura e votimit, një votim me elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 113 vota pro, 1 abstenim, 5 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika 5, projekt vendimi për zgjedhjen e anëtarit të Komisionit Rregullator të Komisionit të Zgjedhjeve, zonja Helga Vukaj zgjedhet anëtare Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ky akt kërkon shumicë të cilësuar votash për jo më pak se 3/5 të gjithë anëtarëve të kuvendit. Votimi është i fshehtë. Procedura e votimit, një votim me elektronik, hapet votimi. Mbyllet votimi. 112 vota pro, 3 abstenim, 6 kundër. Projekt vendimi miratohet. Vazhdojmë me pikën e 8 të rendit ditës. Pika 8, raporti i veprimtarisë kontrollit lartë shtetit për vitin 2024. Në mbështetje të nenin 164, pika 2 e kushtetutës, neni 31 i ligjit numër 154/2014 për organizimin dhe funksionimin e kontrollit lartë shtetit dhe neni 103 rregullores, paraqet sot raportin vjetor. Kryetari i kontrollit lartë shtetit, Zoti Arben Shehu. E ftoj Zotin Shehu të futet në sallë. Ndjes Zoti Shehu, 1 minutë, ndjes. Për procedurë Zoti Balluku, Këlliçi. Unë e di që e keni mendje ke tuneli Palloshit, nuk keni faj, po e di, zonja Balluku ka një merit në fakt që na ka shpik një mikrotoponim të ri, tuneli Llogaras nga sot quhet tuneli Palloshit, kështu që ka një merit madhe.
Por me që procedurën, patëm ju një lutem. bisedë në pushim, diskutuam që të vazhdojmë me rendin normal të ditës për sa i përket shpjegimit të kërkuesit të interpelancës me zëvendës kryeministrën dhe gjithashtu dhe zoti Spahia, si kërkues i mocionit me debat, do duhet të ketë kohën e tij për të diskutuar në lidhje me kërkesën. Kështu që pa mbaruar fillimisht dy deputetët respektiv, zoti Balliu dhe zoti Spahia, nuk mundet futemi në seancë normale në raportimin e institucioneve, mendoj, dhe kjo ishte ajo që dhe ne dakordsuam në takimin që patëm pak më parë. Kështu që zoti Peleshi do kërkoja që të zbatojmë atë vendim të përbashkët dhe rrjedhjen normale të seancës në mënyrën e duhur të vijimit saj, siç u dakordsua. Faleminderit.